Tragjedia në Big Brother VIP Kosova. I vdiq nena dhe motra para syve. Eliona te keput shpirti me refimin e saj. Hyrja e Eliona Binakajt, modeles nga Gjermania, në edicionin e 4 të Big Brother VIP Kosova, ka sjell në vëmendje një nga historitë më prekse personale në shfaqje. Eliona ka ndarë më parë publikisht tragjedin që i ka ndodhur familjes së saj në vitin 2021. Gjatë një udhëtimi për në Kosovë, ata u përfshin në një aksident të rënd automobilistik në Kroaci. Pasojat ishin fatale. Eliona humbi tragjikisht nënën dhe motrën e saj në atë aksident. Ajo e përshkruan ngjarjen si gjë më të keqe të jetës së saj, duke thënë se ka ndryshuar totalisht brenda pak minutave. Modelja zbuloi se mungesa e tyre, sidomos e motrës e cila ishte ende fëmijë, 14 vjeç, e ka detyruar atë të marrë përsipër rolin e kujdestares së vëllait dhe e ka bërë të ndihet si të vdekur që nga ai moment. Ky rrëfim i rënd emocional pritet të jetë një nga bisedat e para që Eliona do të ndajë me bashkëbanorët e saj në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës, duke shtuar thellësi dhe ndjeshmëri në profilin e saj.